Përshëndetje, zemra të bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. E di që do më shkruani tani që pse ka munguar. Atëherë për t'ju tregu shumë e sinqert, mbas vlogut të fundit që kam bërë, mund të them 1 ditë ose 2 ditë më mbrapa, kemi shtyp unë, Adriana, kemi harru kodin e emailit. Si që në ndodhe, as vetë se mbaj më të mirë, po që për një moment, do me thënë, kemi shtyp kodin, e donte Adriana, diçka po kërkonim, dhe fatkeqësisht, duke qenë që u shtyp gabim, dhe unë që kodin e kisha harruar, kisha mbajtur mend një kod të vjetër, nuk e di se nga më kisha ardhur në mend një kod i vjetër, edhe akoma, do me thënë, shtypja të kodin, më bllokon YouTube-in, më bllokon shumë programe. Kur filloj, do me thënë që, kur filloj unë që me hap përsëri, më dërgon email, po kërkuam që të na dërgonte një email në emailin e Fatmirit. Pra, kështu që na e dërguan, pritëm emailin, ka vonuar, do me thënë, ne na tha për 2 javë, po më duket 10 apo 11 ditë, sepse unë pardjena mbrëmje kam hap. T'ju ja tregoj sinqerisht, sot që po bëj hapjen e vlogut, jam, sa është data, sot është e diel, sot do ta kërkoj vlogun, sot është e diel, mbrëm pa mbigun, mbrëm deri në orën 4 të mëngjesit, 4 me orën greke, 3 me orën shqiptare, edhe t'ju them të drejtën, ka qenë shumë e vështirë, ku në një moment mu hap Instagramin, në Instagram kam qenë aktive dhe nuk e kuptoj, ndoshta sepse YouTube jeshte lidhur me Google-in, dhe në Instagram do të thënë nuk e kisha problem, mu hap Facebooku, hap Messengeri, ndërsa YouTube Studio dhe disa programet e tjera nuk hapeshin. Këtu ku po bëj video jam tek shtëpia, siç e shikoni, jemi në pritje, kanë mbet gjëra të vogla, do me thënë për të vendos, jemi në pritje të pllakës së teknogranitit që nuk ka ardhur akoma, do me thënë çdo gjë kemi bërë porosi, çdo gjë është porositur, por tani na kanë, me fjalë, na kanë thënë që do vinë mbas Pashkëve. Duke qenë që Pashkët tani sapo kaluan, kisha mbledh shumë vlogje, mini vlogje që t'ju servirja, do me thënë ti ngarkoja në YouTube. Problemi është që më radhe telefoni nga xhami është bërë copa, dhe duhej që telefoni i ri, ne kemi porosit, ka porosit Fatmiri, nuk ka ardhur akoma, dhe jam duke e prit, do me thënë, telefonin, e kam shumë të vështirë, sepse ekrani i këtij telefonit është gjysmë, unë gjysmë e shikoj, gjysmë nuk e shikoj, sepse elektriku që ka telefoni është ndes nga brenda, edhe kështu që reflekton shumë dritë. Edhe kam shumë të vështirë, edhe për të bërë video, derisa të na vi. Unë kam edhe aparat, t'ju them të drejtën, por nuk du t'i hyj asaj angarie, sepse duhet të ulem në laptop, tablet kam, laptop kam, kompjuter kam. Problemi është që unë kam punë tjera, nuk mundem dot të ulem, do me thënë të editoj këto, unë dua ti editoj në telefon, nuk më intereson, do me thënë që t'ulem ti editoj në kompjutra, në laptopa, dhe të më marri pjesën më të madhe të kohës vetëm editimi. Editimin unë e kam shumë në telefon, e marrë në dorë, shkoj ku të dua unë, edhe rrugës. Do me thënë kur vi këtu bëj punë, pastroj, i fus një editim, bëm shpejt e shpejt. Duke qenë që jam shumë e ngarkuar këtu, them sinqerisht, kam qenë shumë e ngarkuar. Edhe shikueshmëria, do me thënë, ishte më tepër tek Big Brother, por gjithsesi tani do të kemi video, do mundohem që të bëj disa video, jo me shumë minuta të gjata, se ky telefoni s'na i mban shumë, i bie të fikt. Unë kam ardhur që në mëngjes herët për të pastruar, kam larë, kam fshirë, dhe po të shikoni hyra brenda, kam heq pucët jashtë, kam ulë çorape. Janë disa vegla aty që duhet i mbledh, por nuk mund t'i luaj tani për tani, se më përtasin ata ustallarët, nuk duhet të prek as edhe një gjë, se ata e dinë se ku i kanë lënë. Unë thjesht, do me thënë, nuk mund t'i lej vende pa vend, për t'ju thënë që i kemi porosit gjitha, do me thënë gjitha përveç divaneve. Divaneve jam duke mendu, edhe jam duke eksploru, duke pa. Nuk dua një kënd të madh, sepse nuk dua të bllokoj vendin. Do me thënë, këtu te kjo shtëpi e re do ketë pak gjëra. Çdo gjë këtu është bërë vetëm që unë të mos pastroj. Ndoshta dikujt nuk i pëlqen dritare, ndoshta dikujt nuk i pëlqen dyert. Dua t'ju them që ne këto i kemi bërë provë. Kemi vendosur dritare të bardhë, dhe nga jashtë edhe nga brenda
nuk i shkon fare. Të me thënë duke si një shtëpi demode që bëshe më përpara në Shqipëri, ndërsa unë dua që shtëpia ime, si nga brenda dhe nga jashtë, dhe sidomos nga jashtë, nga brenda dua vetëm që mos vuaj nga pastrimi, ti kemi çdo gjë në rregull, ndërsa nga jashtë dua që të duket një vilë, dhe deri diku ja kam arrit, mos them që ja kam arrit. Me thënë është bërë goxha, dritaret janë të kombinuara me derën dhe me xhamin e balkonit, sepse balkonet kanë xham të errët dhe kanë në këtë ngjyrë në dritareve. Këto janë dritare mat. Këto lloj dritaresh, pse i ka marr? Janë më të mirat dhe i ka marr për arsye sepse këto vetëm një azaks, nëse i spërkat me azaks, edhe me letër kuzhine vetëm një herë, nuk e keni idenë se sa shpejt larë. Do me thonë, unë një herë që i kam larë, mund të them vetëm një herë i kam larë. Herën e dytë nuk e dim, duke Nimi Fatmirit mund i këtë shku në i kështu, duke qenë që ka bërë disa rregullimet vogla, edhe janë super. Do me thënë, çdo gjë, unë kam mendu për zgjedhjen e ngjyrave, ndërsa Fatmiri ka mendu që unë mos vuaj për pasardhëtinë. Edhe ngrohin që ne kemi bërë, prandaj kemi bërë poshtë, të me thënë plakave, sepse ngroja nuk pranon tapete. Kështu që unë do të vendos vetëm një të vogël aty ku është, ku do t'jetë tavolina e vogël. Tavolinë mesatare e vogël. Pra, çdo gjë është menduar që të mos vuj gruaja për të pastruar, thot Fatmiri. Dua të mbyll edhe takim tek dentisti, se më ka rënë një mbushje këtu përpara. Këto dhëmbët këtu janë të mitë, se mosoni i kam me klaf. Vetëm këto që bërë atëherë 3 ca poshtë, edhe këtu poshtë që kam bërë 3, i kam po dhëmbët e mi poshtë, nuk i kam heq. Këtu më ka rënë një mbushje, kam mbush një mbushje e vogël, më duket ku ka qenë Adriana, mbas lindjes Adrianës, dhe më ra një ditë dhe akoma s'kam shkuar te dentisti sepse nuk kam kohë fare. Hajde këtu pastroj që pikë me mëngjesit, hik shtëpi pastroj atje. Gatuj dhe për këtë që kam punu këtu. Kështu që isha edhe te gustot, që të mos e largoja pak muhabetin. Kjo është gustoja jonë. Çdo gjë është bërë për të mos vujt nga pasërtia, dhe e dyta, unë kam zgjedhur ngjyrat, domethënë dhe ngjyrat edhe cilësinë sipas xhepit. Tani me çmimet që janë sot, duhet ta dini që janë shumë shtrenjtë. Për shembull, nëse unë këtë shtëpi e hedh në ankant, e kam, domethënë duke e provu këtë gjë dhe këtë ju a them, se ëndra ime gjithmonë ka qenë, jo ëndra ime, po biznesi që unë kam pas qef vetëm shitblerje e shtëpiash, domethënë gjithmonë ka qenë tregtia, me hapat më dhaja, jo tregtit vogla. Dhe nëse unë e nxjerr në ankant, më besoni që kjo shtëpi kushton shumë. Shumë herë me aq sa kemi hedhur në lek, sepse kjo pothuajse është bërë nga fillimi. Këtë ju a them sinqerisht, nga fillimi komplet. Çdo gjë këtu për ata që e njohin, domethënë këtë shtëpi, këto që janë këtu, se personat që e kemi blerë në shtëpinë, komshit që kemi këtu, s'po marr goja, këto komshit që kemi këtu, 1-2 komshi jo të gjithë, i kanë të vetët, janë kushuri. Dhe momenti që kanë hyrë një ditë, janë habit. Dhe thonë që e keni, është e pa mundur që kjo shtëpi është kthyer në një vilë, pra duket nga jashtë shumë e bukur. Jo se është shtëpia ime, po unë e doja që dukeshe atill, sado që unë neve nuk e blem tokën edhe ngritem ka themeli etj. Por mas xhepit tim mundova që ta kthenim në këtë mënyrë. Do të shikoni edhe momentet që kam fshirë, domethënë, për të larë, jo, se kam filmu, po për të fshirë. Tjetër, këtë vlog po i quaj, e kam bërë vetëm që t'ju them që do filloj me vlogje, edhe sot që është diel, do të shkoj tani prapë në shtëpi, do të gatuaj pak, atje Argita mund t'i bëj punët, Argita ka për të rregulluar dhe dollapin e vet. Tjetër, po do dalim edhe mas dite, si ditë diel që është, megjithëse tani nuk po njohim fare, nga hëna deri diel jemi pothuajse pun, edhe s'po mbaj mend as ditët më. Unë do iki për në shtëpi dhe po ju lej që të shijoni një pjesë të vlogut që kam filmuar, e kam ngarkuar edhe në Instagram, në Reels, dhe do të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim. Every night,
Do të rolloj këtu me kush ka krepa. Wow. Però? Ne, oltre.
atëherë, çfarë mora? Isha tek Zara, jo mora, po ndrova. E kam futur te çanta, një pal xhinse për Adrianën, që më pëlqyen shumë, do me thënë prerja fantastike. Pra ishte kjo prerja shumë e bukur dhe më duhet që t'i ndroja sepse i kishte të vogla të tjerat. Duke qenë që ajo është gjatë shumë. Kështu është kur shkon në qendër tregtare. Cinnamon. Argita i green. Shkoni pak. Cinnamon. Mora 2 kuti, do me thënë 2 copë. E gjatë në raja. Unë i bëj dhe vetë, po ndonjëherë edhe blejmë, mos hiqemi si ato të mira të dynjas, edhe lule. Kështu që nisemi për në shtëpi. Vetëm dorën, kam çantën atë. Beli dia boleh dapat.